Në kuadër të mbylljes së projektit pilot 2 vjeçar kujdestari shtëpiake të Bashkësisë së Motrave Ulla Shpirtërore që shërben në Dobraç, në bashkëpunim me Karitasin e Dioqezës Shkodër-Pult, u organizua dhe ceremonia shpërndarjes së certifikatave të pjesëmarrësve që u trajnuan nga motër Kristina Faber. Ky projekt nisi 2 vite më parë në bashkëpunim me 5 famulli të Dioqezës së Shkodrës, përkatësisht me atë të zonës së Dobraçit, Ragam Sheldis, të Velipojës, zonës së Fermentimit dhe atë të Bardhajve. Gjatë këtyre viteve janë trajnuar 15 persona të këtyre zonave, ku përveç mësimit teorik kanë kryer edhe kurse në familjet e të sëmurëve. Fokusi i projektit ka persona të sëmurë të paralizuar që nuk mund të lëvizin e që shpesh janë të braktisur edhe nga vetë strukturat shëndetësore. Motre Kristina është vazhdimësia e kësaj toke që kanë dhjerë, si më thanë, misionar të mlaj në shembull e Nanës Tereze. Shife se ndoshta lutjet e saj prej qiellit vazhdojnë, janë kaq efikase sa që edhe një motër tjetër në shembullin e saj vazhdon këtë mision në shërimin e pamirësisë ndaj personave më nevojë, sidomos të kësaj kategorie, të kësaj shtrese që dergjën në shtratin e hujit. Keni pas shumë kuraja për banë këtë hapa me mu, ju faleminderit për durim kemi pas. Ju jeni të hi në tradita, edhe jo vetëm në tradita e bukur. Ju hi në tradita me mërë për qësësi, për të smur, për rolin juaj, edhe ju keni kuptu qëfar është afëteje. Edhe sot ju keni fitu këtë diplom. Falenderojmë Zotin parë që ka frymëzuar motër Kristinën për me botë mundur këtë projekt edhe për me çu përpara dhe tani ja ku jemi këtu. Nëse mund të krahasoj punën e saj, mund ta krahasoj me një frazë të Ungjillit ku Jezusi bariu i mirë, si Jezusi bariu i mirë që shkon gjenat të delen e plagosur, e lidh edhe e kuron me shumë dashuri. Këtë aspekt motër Kristina e ka përqu në ne që t'jemi edhe ne në një të ardhme, ato persona që të gjendemi pranë të smurve, edhe t'jemi afër t'yre si që është edhe motoja e këtij projekti, afër teje. Projekti ka për qëllim të ndërgjegjësojë strukturat shëndetësore në vend, duke kërkuar bashkëpunimin edhe të drejtorive rajonale për t'u gjendur pranë dhe me mbështetje të vazhdueshme këtyre personave. Bashkësia e Motrave të Dobraçit prej dekadash shërben në këtë zonë dhe në gjithë territorin e qarkut të Shkodrës për familjet në nevojë dhe raste specifike, madje edhe në zonat më ekstreme të kësaj dioqeze.